Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me emisionin pa emër për diskutuar në fakt një nga ngjarjet e cila ka marrë vëmendjen kryesore. E them ka marrë vëmendjen kryesore për shkak të deklaratës që vetë ka bërë ditën e sotme avokati i presidentit Ilir Meta, apo gjithashtu dhe vetë ish presidenti i këtij vendi Ilir Meta që ka reaguar në fakt ditën e sotme nga rrjetet sociale. Ka bërë një përshkrim të gjithë pasurisë të vet. Ka deklaruar me detaje të paktën sipas avokatit të tij Zojit Cakrani që cila është pasuria e Ilir Metës. Të paktën nga 95-a deri në vitin 2023, Ilir Meta thotë se ka gjithsej 87 milion lekë të ardhura. Të ardhura këto që vjen nga pozitat, thot Ilir Meta, të cilat lidhen me postet që ai ka pasur në detyrë, qoftë si kryeministër, qoftë si ministër, qoftë si kryetar partie, apo dhe qoftë si zëvendës kryeministër. Sikur mos mjaftonte vetëm kjo situatë, Ilir Meta thonë të tjera nuk janë përllogaritur edhe puna që kanë bërë nga 92 deri në 95. Po, në gjithë të panoramë. Çfarë ka? I thjesht dhe shtoj vetëm diçka jam fal. Jam dakord që kjo është strategji e mbrojtjes. Të jam dakord, jo. Se më ngacmoi kur kanë dalë, pse e kanë këtë nevojë? Do bjerë akuza e korrupsionit apo? Çështja që ndron tashmë që pikpyetjet lidhen me faktin çfarë do të vi më pas. Pra çfarë do të vi më pas lidhet me cila është strategjia e SPAK-ut. Sipas trupit gjykues apo mbrojtës të Ilir Metës, delse Ilir Meta nuk ka prekur apo nuk ka futur duart në asnjë qendar, as për akuzat që janë bërë për CSD-ja, as për akuzat që janë bërë për lobimin. Pra Ilir Meta vetë, si thoshte Vangjush Dako, është i pastër akullore. Puna është se cila është strategjia që ka përdorur SPAK tashmë. A do të ketë fakte SPAK, a do të ketë prova SPAK që rrëzojnë këtë mbrojtje të Ilir Metës, sepse në këtë diskurs duket sikur avokatët e Ilir Metës po prevalojnë mbi çështjen apo mbi akuzat që i kanë bërë dhe tashmë ka marrë SPAK në ngarkim. Janë dy aspekte të cilat ne presim që koha t'i japi një zgjidhje dhe drejtësia. Pavarësisht se Ilir Meta në opinionin publik dhe dëmin e madh kolateral dhe moral që i kanë dhënë kundërshtarët e vet, ka qenë si njeri i cili në fakt edhe me videon apo me audio përgjimin prifti Meta, si njeri i cili në fakt përdorte pushtetin e vet politik për të përfituar pushtet ekonomik. A do të jetë SPAK në këto momente për ta vërtetuar këtë binom që sapo tham që i cili është një perceptim moral dhe për sa kohë nuk ka një vendim gjykate, edhe Ilir Meta është i fajshëm. Është i fajshëm në... Qinë heri kam thënë, mbyllë e perdën se do dalin që kënde robat në balkon. Pse më perdën mbyllur është apo jo? Se ka dhënë... Do heqësh robat? Jo, më da ka krijim artistik zoti Bala dhe estetika është e rëndësishme. Dhe në këtë kontekst, më mirë dalin robat aty që të them janë robat e personelit. Robat e personelit. Meta s'ka para, ne kemi roba personeli, po ideja është që është kur një gjonë si ngjarje, kuptimin pra, do ketë dy avokatë të zotit Meta dalin konferencë për shtyp dhe deklarojnë pasurinë e zotit Meta. Është deklarata e Metës, po e thënë përmet avokatëve sepse si lejohet. Ideja është që mundohet... Jo, ka dalë dhe në rrjetin e vet Facebook, ka shkruajtur Meta. Po nëpërmjet këtyre, mëse nuk ka Facebook... Funksionimi, mos të ndrym kot. Unë s'po merrem me esencën, me thelbin. Unë po them funksionalizmi, çfarë qëllimi ka. Çfarë funksioni do krye në këtë moment një deklaratë e tillë. Edhe kuptohet që një deklaratë e tillë mendon të minoj gjithë perceptimin publik që është krijuar, madje edhe procesin ligjor që i zhvillohet. Pa do thotë që, unë që kam ky njeriu i korruptuar që kam vjelur nga taksat e shqiptarëve, nga aferat korruptive, miliona euro, ndërkohë që unë sot kam të mirë. Madje zoti Cakrani, që është mik i nderuar Rioni, ka deklaruar që unë do shkritej pasurinë time në gjyqin ndaj Metës. Madje i thash sepse nuk ka para. Madje i thash po vure garancinë dhe iku, ku e ke? Problemi që ndron këtu më që me këtë lloj analize, për të marrë me thelbin tash të deklaratës, është njësoj se çdo kriminal që akuzohet për vrasje thotë që unë s'kam pas jetën time asnjëherë pistolet. Dhe madje nuk e dia si përdoret arma. A e justifikon fakti që ai pretendon që nuk di të qelloj dhe që s'ka armë, që është i pafajshëm për veprën penale të plagosjes së vrasjes, që dyshohet që mund ta ketë bërë edhe me armbajtjet? Po, sepse
Tani, më mirë, logjikisht shumë gjëra ëndër që ndrojnë. Jo logjikisht, jo. Problemi në raport me ligjin, në raport me ligjin. Qa dim ne është tjetër gjë, po them në raport me ligjin, Meta ka disa akuza. Dhe nuk po flasim për akuzat që a ka marrë lek apo s'ka marrë lek. Po flasim për akuzat e SPAK-ut që janë zyrtare, pra perceptim, nuk po flas për perceptimin publik. Akuzat janë që dyshohet për korrupsion dhe pastrim parash, apo jo? Po. Tani te korrupsioni, thelbësor është paraja. Thelb. Pra, të kanë ofruar, ose i ke ofruar, pra është aktiv, ose pasiv. Nëse kusht kryesor për të treguar që s'ke bërë korrupsion, një nga kushtet thelbësore është që nuk ke marrë para, ose nuk ke dhënë para, dhe nuk ke shkaktuar dëm shtetit se ke bërë një veprim të caktuar, më kupton, në buxhetin e shtetit. Dhe e dyta, jo më pak e rëndësishme është se pastrimi parash. Pra, pronat apo pasuritë ndryshme që janë sekuestruar të dalin se janë produkti i një vepre penale. Pra, në momentin që zotëria thot kushdo qoftë, jo vetëm rasti i zotit Meta që nuk kam para të palishme, kam para të deklaruara nga 95-a deri në 2023-shin, po flasim për kohën kur ka qenë presidenti i Republikës, që është subjekt deklarimi, pra gjatë gjithë kohës që ka qenë politikan, duke qenë subjekt deklarimi, se mund të jesh qytetari thjesht, po flasim për rastin e politikani, jetë gjatë, se llogarit tani 95-2023-shit janë 20 sa kusur vjet. 28 vjet. Problemi është në gjykimin tim, Meta do të tregoj që ato pasuri që unë i kam, se në fillim doli në media që është i pafajshëm, apo jo. Pastaj tha që pasurit që kam janë pasurit të pastra, të vëna për shkak të 1, 2, 3, 4, 5. Po, gruaja, trashëgimia... Po, tani grua se... Zhvillimi pronave që ka pasur familja bashkëshortës... Grua bashkëshortës dhe të jemës së Monikës, para 2 ditësh ja liruan vilën që kishte sekuestruar SPAK-u. Efekti Big Brother i thua? Po jo efekti Big Brother, që efekti Big Brother, aty flet për ata brenda në shtëpi, jo, nuk flet për SPAK-un. S'ka lidhje me atë, unë besoj se... Po jo, se është e bukur, se Big Brother i shtëpi, lirohet edhe shtëpia. Po pra... Do bëjnë Big Brother i hartë që në shtëpinë e Monikës për madhe. Po kanë ca shtëpia ato ku bëjnë Big Brother ndryshëm, po nuk bëj gjën dot SPAK-u ku janë. Mos aty kureshtarët djetë. Prandaj tema e emisionit që zgjodhëm ishte kush po gënjen, politika apo drejtësia. Jo se po gënjen, mu mos ke gënjen asnjëri, të dyja mund të kenë të drejtë, pra dhe politikanët që nuk i kanë ato që drejtësia thot se kanë, po i kanë ca të tjera që këta nuk po ja gjejnë dot, dhe SPAK-u që thot që është kjo llogari apo kjo shumë parash apo kjo ndërtesë, cila do qoftë e madhe apo e vogël, është produkti i veprave penale. Problemi është që drejtësia nuk funksionon me perceptim. Se pra drejtësia u ngrit bazuar mbi perceptim publik, se ne jemi të vjedhur. Absolutisht, me të gjitha aferat që janë folën deri në sot. Nëse ti nuk i vërteton dot aferat, nëse ti nuk i vërteton dot parat, nëse ti nuk i vërteton dot gjithë pasuritë pa si thua është palishme që këta kanë dhënë kurriz të shqiptarëve dhe buxhetit, atëherë ke dështuar për mendimin tim. Je duke xhiruar në vend. SPAK-u shmatse që nuk ka dot mirë, po thua. Jo, e di pse, sepse unë mbaj mend deklaratën e Dumanit atëherë, në atë kohë kur doli për zotin Meta, që tha që falenderojmë gjithë organet partnere që na kanë kthyer letërporositë që kemi dërguar mbas pasurisë për disa vende dhe përmendi disa shtete. Po mënyrën si e përdori Dumani atëherë të paktën deklaratën siç e dëgjova unë, mendova se tani ky me kërkesat që ka bërë në këto shtete e ka gjetë në gjë, kupton, nuk është faleminderit që më kthy përgjigje, ku ti duhet që pas kanë kthy përgjigje ca vet aty. Se ky pretendonte që s'do i kthinin përgjigje, se kuptoj. Unë mendova se këta kishin çuar ca letërporosi për pasuritë ndryshme që politikanë si zoti Meta kanë pasur. Ora në thelb sot Metës, unë mendoj se po i bëhet një nder, nuk mendoj se po i bëhet një padrejtësi.
Pra atë që kishe publiku deri ishe një nga njerëzit më të urryer, për Që ka lënë pa lek, kam bërë nder. Jo, ai thotë janë pa lek, ai thotë un kam një shumë të caktuar që kanë vënë. Kur të lëm pa lek të bëjnë der. Un kam një shumë të caktuar. Ata e lanë pa bashorte, krijon një krizë në çift. Varet si e shef, në një farë momenti varet se si e shef. Ndoshta ka qenë më e shëndetshme më frutdhënëse fakti që s'janë bashkë. Po pra kuptoj. Po them që zoti Mella pranon se unë kam këto para. Pavarësisht se gjatë kohës që kur nda me ish bashorten e tij sot, që nuk e di në është në letra ish akoma, po steqa si prese, vetëm do të bëj pyetje. Po patjetër më sa dush. Kush qëndron më shumë? Tu jam musiki. Fakti, po edhe po dush ti shtis lejon. Fakti që ke apo realisht nuk ke ëndri, pra unë kam kuptimin e komunikimit publik. Në moment që krijohet një perceptim, sa e vështirë është Shqipëri që të shemet ky perceptim në mënyrë që edhe me drejtë, nëse ti i pafajshëm. Se taj zotit Meta ka qenë një lloj, le ta themi kështu, fushate publike që ndërtoi idenë që ky njeri, sidomos nga shtëpia me bajon për macën që u fshi, është njeri që Pa nuk thot që se kam, more. Ai nuk thot që se kam atë. Pa atë e kam vendosur nga pasuri të trashëguara familjare të monit. Perceptimi më fal, në bregun e lumit, ku jetojnë të gjithë popullsitë e minoriteteve romës e egjiptiane, me shitjen e kanaçeve nuk ndërton dot ti aty vil me 3 banjo. Po pra. Madje edhe me bën për macën. Ai thotë që ka pas një tokë, ka bërë një pallat. Edhe të tregosh. Kështu që Shqipëria është një lloj bregu lumi i madh që nuk ka asnjë lloj probabiliteti, si mas standardeve ligjore, një politikan, një zyrtar, i cili thjesht ta shikon një pronë, të fitojë shumë të ardhur. Ky është problemi. Dhe ky perceptim është krijuar. Tani a shkatrohet? Po perceptimi është vetë realiteti që njohim. Ka lidhje fare kjo, nuk e pengoj perceptimi Rama të marrë 83 mandate. Harroj këtë. Se krijoi Rama perceptim. Që i mori 83 mandate. Se me çfarë i mori Rama 83 mandate? Një sekond, nuk e pengon Ramën perceptimi publik dhe goditje që ka bërë Spaku që ta mendojnë që populli ta mendojë që Rama është i korruptuar po se japin votën. Apo ja dham votën. Ne nuk po flasim këtu për perceptim, ne po flasim për përballje ligjore. Pra ky njeriu do rri, apo prit, më fal, perceptimi kur për Ramën. Më shumë është që ky, më fal, mos e vesi fakt. Është që ky është i aftë, jo, ky është i aftë të bëjë çdo gjë për të marrë pushtet. Do debata apo monologjet e vaginës tani, unë vetëm monologun e vaginës. Tani, më është gjë më e bukur. Po pra, ideja është percepti, pse u krijua Spaku? Në thelb, besoj unë se por pse u krijua ndoshta edhe me mbikëqyrjen e ndërkombëtarëve që Shqipëri fenomenin të shkimit, të binte miti i pandërshkueshmërisë sikurse ra, por nuk është edhe miti i pandërshkueshmërisë, mund ishin edhe shqiptarët në sheshe dhe të qellonin me gure. Unë ta kam thënë sa herë, jo qoftë ndaj politikanëve, qoftë ndaj objekteve të caktuara të sigurisë. Problemi është se Spaku krijua që këta që na kanë vjedhur të faktohet vjedhja dhe mos të riintegrohen më në politikë. Këto çfarë bëjnë? Po pse kam pësuar një periudhë katarsisi. Këto po pastrohen si figura. Spaku ka manderia. Po pra, të po them. Jo, me fjalë, e bën pa dashje, më nuk po them se e bën me dashje, ta them sinqert. Nuk e kam se ti e di se sa. Po jam dakord, s'po ta vejmë e bën pa dashje. Duke mos krijuar produkt, po i pastron. Pra, deri dje, e di e ti që Ilir Meta mund të jetë ka miliona euro pasurin, perceptim, pa ditë gjë. Në media. Po, dhe pa media, zërësi blackout e dyshoja që kam disa miliona euro, ku kam për vete, kanë ati, kush e di ku i kanë, jo po, ka që le kanë martu e ka që le kanë vjedha atje, kështu ishte perceptimi. Ama fakti që për ligji perceptimi ishte video e drejtan priftit. Po, prit, dura. Pa tjetër, nësë po them. Deri djeja ishte ky perceptimi? Po. Shumë bukur. Tani sot të del që ky zotëria, dhe duke u hetuar, në pasuri dhe në jetën karrierën e tij politike, nuk i dalin olla këto legët. Tani, kush është më e dëmshme? Është si ajo që them unë ta kam thënë, dhe për këta që dalin në televizion, them, ore, kur si njifshin paktën e mendonim, kishim krijuar dhe i perceptim se duke i pas idhuj se janë dhe të zgjuar edhe njerëz të jashtëzakonshëm. Kur i kemi njohur, kemi thënë po këta copat e idiotëve. A kupton? Pra pa e njohur tjetër ti krijo dhe i perceptim tëndim. Kur kanë dalë në publik pastaj ke filluar të qeshesh me ta, a më kupton? Kështu dhe puna e vetë zbulojnë veten, po. Po, ishin mirë kur nuk i njihnin, ma kupton? Tani që i njohin,
rasti konkret është pa njëta gjë. Ishi mirë kur s'kishim SPAK-un. Se perceptimi publik ishit paktën që këto janë hajduda. Më kupton. Tani në erdhi SPAK-u, po i bën pastrimin e figurës. Në erdhi SPAK-u, po i riintegron. Në erdhi SPAK-u, na ktheu i skem që këtu janë gjithë korruptuar. Në perceptim. Problemi është se nuk faktohet gjë, absolutisht. Atë unë e dija që janë të korruptuar. Më pyet një ditë rruga aty poshtë, merr çdo qytetar shqiptar, pyet e ti, ka politika në Shqipëri, politikanë të korruptuar, zyrtar të korruptuar? Absolutisht po, të gjithë. 99.9%. Ndonjëri mund të veçojë një emër të caktuar. Pra Filani apo Fiseku më duket më i ndershëm apo më i pa korruptueshëm e drejtë shetan. Të që po i pastrojnë figurën, po i riintegrojnë. Atë që tentuan të bënin nëpërmjet SPAK-ut, po u kthehet bumerang. Po dalin dhe si të burgosur politik, sikur godita ndaj tyre është selektive. Po dalin sikur po i bëhet një padrejtësi e madhe dhe këtyre deri tani ne i kemi rënë qaf. Mbas kësaj, nëse nuk faktohet pasuritë e Ilimetës, unë Ilimetës duhet dalë t'i kërkoj falje personalisht, që kam dalë media që ka thënë që është i korruptuar. Më duhet. Sepse ai në çdo shtet evropian të botës, se këtu është s'merr vesh pari dytin, ai ka drejtën me atë letrën e SPAK-ut, vjen nesër këtu ti hajde këtu ti më legend, thot, maskara. Çfarë ti thosh ti? Ti a ke thënë që jam hajdut? A ke thënë që kam vjedhur Çeku këtë? Çeku e ke edhe këtë tisë i janarit që ja dhan ata bravaxhint, që ngel me qetap. Jo, pra me qetapin tjetër, Çeku e ke këtë tisë i janarit që nuk është e vërtetë ajo video, po e kanë sajuar. Çfarë ti thua? Pra, produkti i SPAK-ut ka qenë thelbësor, dhe unë për këtë kam përtitur tani. Ti mund të ma lirosh mu një vilën e Monika Kryemadhit të nënës saj, dhe ma ke marrë dhe në hetime dhe i mbati një 2 vjet atje, 3 vjet, edhe Arben Ahmetaj tha vete, kam 2 vjet e gjysmë dhe t'isha në burg sot, unë 2 vjet e gjysmë, derisa të ma qonin për gjykim, i mba dhe pronat, liron dhe ato nesër dhe që pa kjo punë. Shkoj dhe Strasburg këta, fitojnë dhe për munges procedurës, edhe këtu bë më jamullar. Sepse produkti, prandaj produkti është thelbësor në punën e SPAK-ut. Prandaj bërtitet për punën e SPAK-ut. Nuk bërtitet që këtash maskaren që po mprekin politikon. Jo, ta po bëjnë një lloj për ky procesi që u bë, është proces në thelb, në makro, është i dështuar vëlla. Po mirë, sepse ti shif çan bëri, prit. Jam dakord, po pse duhet Madje prit çan më bëri. Qofse ashtu si thua ti, çaj bank ta të kenë aq dashuri madhe për pushtetin, se nuk kanë drejt dyshoj. Më fal më çan bëri. Por pse do të jetë gjithkohës pushtet, ndërkohë që nuk vjedh. Sepse është më i mirë, ai mendon se është më i mirë se ty për ta drejtuar të vënë. Çat mirë, më thuaj një të mirë, ka prodhuar Ilir Po asgjë, po them, hajde musha mendjen atit, pastaj është drejtën e tij për sa ku ai vot besohet. Nuk e përcaktojmë ne. Ai thot hajde dil ngar me mu, ja ku e ke sovranin, që baba unë jam me duart pasta akullore. 7000 vota më. Akullore dilte gjushi. Mamë gjushit jam akullore. Edhe si gjetën gjushit në lek. Gjushin e kapën për shpërdorim të tyre, më the thash, lek nuk kanë gjetë van gjush dakos. Di gjeti? Të kanë gjetë në lek ja. Kështu që të gjithë këtyre që sugjerentet asnjë lek, por ne jemi të vjedhur, a mund ta quajmë dështim apo? Quhet dështim për mënd? Tani. Për ta vazhduar një ditë. Quhet në bazë statistikave. Dhe në bazë statistikave akoma ne nuk kemi një produkt të punës 6 vjeçare apo 9 vjeçare që ka SPAK, që të arrim në një konkluzion a është dështim apo jo. Perceptimin moral që është krijuar mbi Ilir Metën, është krijuar nga bashkëpunëtorët e tij të afërt. Sali Berisha i thoshte Ilir Metës ti ke vjedhur Floririn Skrapar, dhe një grup me tamtaje politike dhe mediatike shoqëronin deklaratat e zotit Berisha. Tamtamet nuk kanë qenë për politike, ata e kanë bërë gjithmonë mirë tjetër. Unë po flas në produkte. Po tani unë po flas një gjë tjetër, po në këtë temë jam, se perceptimi nuk e dal nga tema, për zotin, për mendimin tim. Po mirë, më thuaj ku kam dal nga tema. Sepse po më fut që e ka bërë Berisha fajtor Metën. Jo, Edhe Meta ka bërë këtë gjë. Po ju më e kuptova, të kërkoj ndjesën se... Po unë po të them që perceptimi moral, thash, i qytetarëve... Nuk nis nga akuzat e këtyre, edhe po thote Berisha që ky është burr i mirë. Jo, anësis nis ka perceptimi i qytetarëve nga politika. Pra, njerëzit, kur Basha ka qenë kryetari i PD-s dhe thoshte votoni Berishës është burri më i mirë që keni parë ndonjëherë,
ne niseshim nga çana thoshte Basha për të votuar Berishën, apo njerëzit e kishin perceptim e Berishës se çka ka bërë Berisha në këtë vend. Jo, morlla, nuk ka qenë Se sepse njerëzit nuk janë ata në që kanë Egjiptin. qenë, jo. E i shohin gjitha. Jo, Aneri, jo. Po si, Për jo. shembull, Mirë, brenda Partisë Demokratike, po. po jo më nga që më the dhe Jo, ta po e them. për shumë më se. Ja, dhe unë do ta kthej një Ai ka thënë që përgjigje. është vlerë e madhe për Berishën. Po pra. Edhe Po, kur ka të them- kërkuar që pse duhet të jetë pjesë e listave. Po pra, po shqiptarët mendojnë se është i korruptuar. Shqiptarët me statistikë nuk e duan, sepse e votojnë si më të pak pëlqyerin. Siç votuan tani edhe demokratët për shkaktimi arsyeve Bashën, se doni se ndodhi ajo që ndodhi që i goditën liderin. Po tani unë nuk mund nisem të votoj Berishën se më thot Basha është burr i Po mirë. nuk Ose mos ta nisesh, votoj nuk, Ilir o, Meta se Aneri, ma nuk thot nisesh, Basha Aneri, apo Rama apo Aneri, po kupton çfarë do të them. struktura politike është ndryshe. Ndërtimi Ti nuk perceptimi, je po, strukturë strukturë, politike. Unë nuk të kuptoj, domethënë. Janë po në dy aspekte ndryshme. Kur je brenda një organizate, Po. ti udhëheqesh nga ajo që thot lideri. Është 1% e vogël që nuk udhëhiqet nga ajo që thot lideri i një partie. Tani, ne dim shumë mirë që partitë politike kanë mekanizma. Patjetër. Tani se opinioni publik nga formësohet, cilat janë mekanizmat që e formësojnë. Në rastin konkret sot nga drejtësia. Ore, o Anëri, Edhe- nuk nisi edhe dita media. sot, o Anëri Po edhe tani. media, po Jo, nga drejtësia. sot Media nisi është dita. mekanizmi që krijohet. Kush po e drejton sot median apo drejton o Anëri, drejtësia? të Spaku? lutem, Anëri. Përcakton temën. O Anëri, Po, kaq. nuk fillon me vitin 0. Ilir Meta ka hyrë në politikë Donin në ata të 10-ën. fillonin, po. Doni të filloni me vitin 0. Po, nuk them gjë. fillon- Po o, more Anë- vesh mos po them gjë, me njësoj me ty jam me një mendim çaj. Vlla, të lutem, se mos më shpërqendro dhe Jo, mu vazhdo, përgjigj vazhdo. kur të pyese. Po, po. Ti më shmangesh thuaj. me përgjigjet. Ma këtë shmange më. Kur unë të them, Unë, mo? po jo unë, oho. Po ku shmange more? O Anëri, Po çfarë kur shmange? them perceptimi publik nga krijohet, Nga- ti më thua spaku, Po, po spaku. ç'pun ka spaku këtu? Si s'u- Perceptimi publik për aktorët politikë është krijuar nga 90-ta deri më sot. Po lërë 90 në po them sot. Po nuk fillon me vitin 0 analiza moranëri Po, kur për fillon? një aktor, që në momentin që ai ka vënë këmbën në Po, politikë, po. që aty nis analiza. Po, okay, edhe. Si Dhe- është ky momenti? Këtu Ilir Meta është i goditur dhe është krijuar ky perceptim Po. politik edhe nga bashkëpunëtorët e tij të afërt. Është i goditur për i bet pa drejtësisë, se kuptova. Në çfarë sensi, Anë, është i po them goditur perceptim, politikisht. Sa unë po historiku i flas vet perceptim politik, moral, nuk po flas Po për pra, është i ligj. goditur politikisht. Politikisht, Po, pra. mediatikisht. Po pra po. Mbi këto Po, mirë, po politik perspektiva. vazhdon dhe tjetër. Dhe ajo që i ka vënë vulën Ilir Metës ka qenë bloku i famshëm me Dritan Priftin. Po. E quajtën Ilir Metën një mjet qia, e mori Rama pastaj. E mori Rama në prerë, pastaj tha kyna i shkatroj. Dhe perceptimi në opinionin publik i Ilir Metës si ajdut, ja kanë krijuar bashkëpunëtorët e vetë. Dhe Ilir Meta ka lëvizur si një playmaker për të mbijetuar në këtë mekanizëm. Me çfarë lidhje ka kjo me këtë që thash unë? Pra nëse unë me Marsidin dalim tani dhe themi që Ermali është hajdut, unë formoj Ermali po të ketë Një sekondë ore vlla, se mbarova pyetjen, s'po them. Kjo s'ka lidhje me atë që fola unë, ti po del, prandaj thash po më devijoj nga tema. Se nëse ose ti me Marsidi, nëse del publikisht thua që anë është hajdut, mund të ngjisi i çik, se thojnë për sa kohë këta janë shokë të ngushtë këtit, këta do ta dinë, mund ngjisi tek perceptimi. Unë po flas tjetër gjë. Kur erdhëm, kemi ardhur në momentin që ky perceptim mos ngelet vetëm perceptim, po dhe të faktohet. Këtu unë përmbajta apo su përmbajta te kjo? Kjo ishte diskutimi që po bënim bashkë. Pra, unë po thash që Spaku ka dështuar në Faktimin e faktimin e perceptimit, apo jo? Po për perceptim, Po këtë nuk e- Spaku dhe të më thoshte edhe tani që dështoj, jo kaq, po dhe më shumë se kaq nuk ka për ndryshuar perceptimit e shqiptarët. Unë këtë jam duke Edhe thënë. i thotë po dali pa fash Tani- Ilir Meta, nuk është se perceptimi do Ndryshoj, Po duhet ta përligji. Kjo është Ne e donim ta përligjin sepse po Spaku po reintegron këta politik që të vazhdojnë të na gënjejnë. Ky është ajo që po them, ç'pun ka mund tani. Spaku- Po Të ka shani se sekond, sa ta dalë të pa lutem. fash me lloj vetingu është. Nëse i politikani më. Po i reintegrojnë politik më metën, për nesër të bëhet kryeminist prap tani. Ha kupton të ti 10 gjithë numrat mor burr. Berishën, Ramën, çaj pengon më të jenë politik në 700.000 vjet. Bën edhe martir më aty, po. Po prandaj po them pra i kanë Ram dhe Mqa, i kemi duhet i kërkojmë dhe ndjes ne. Unë këtë thash, unë duhet i kërkoj Ramës, ndjes Berishës, ndjes Metës, e kujto tjetër, të them më falni shumë se kemi gabuar rënd Allah që ju kemi thënë hajdut gjithë të kohë.
shqiptarët duhet vazhdojnë të puthin dorën më burr këtyre se këta janë ata që i kanë prirë këtë vend drejt ngjarjeve të jashtëzakonshme dhe drejt fitoreve të mëdha, nga fitore në fitore. Tani po, ama nuk të po them, por ne nuk kemi një përfundim dhe një rezultat konkret që të kemi statistika që të analizojmë punën e SPAK-ut apo dështon apo po. Po ke pra deklaratën e metës sot, kam 870 milion lek të ligjshme, jo të është deklarata e metës. Po, o vlla, po ka 2 vjet burga i, o vlla, ta marrin vesh a kanë i lek më njanë ky apo jo, s'kan gjetur. A kisha avokatën e ti këtu të ka thënë që kanë gjetur një para? Po avokati do ketë linjën e vetë, më ne tani duhet gjojmë edhe SPAK-un. Jo, asnjë, do t'i vë dhe unë garanci, tha avokati. Se Ilir Meta është pikë të hallit. Tani, ne duhet të dëgjojmë. Kur arrin të flasin që është pikë të hallit, nuk thonë për shembull që i kapë, i kanë vënë në mënyrë të ligjshme. Kur thotë që është pikë të hallit, do thotë që s'ka gjën dot as të ligjshme, jo më të ligjshme. Çështja që ndron që ne nuk e dimë çfarë karte ka fshehur SPAK-u në këtë moment. Pra gjithçka do merret vesh tek gjykimi. Në qoftë se SPAK-u nuk patjetër. Po tani se unë po të them tani që në qoftë se SPAK-u pse thua s'kam produkt sot, pse kapësh te Meta posaçërisht, unë kam në Makro. Se kam te Meta, more kam te gjithë, mos unë se kam. Po kujt i kanë bërë lekët përveç shtëpisë Adriatik Llallës? Se thash Lapaj. Andri. Jo, se s'ka, sa ashtu e kanë. Klas pasat e kryeministrit. Ne kanë afër, përveç shtëpisë në Vlorë të Adriatik Llallës, di gjëti që i kanë bajtur është konfiskuar, jo sekuestruar. Se Llallës ju është konfiskuar. Dhe Llalla ishe kap dhe për toka dhe për shtëpira tjera, po këtë e kthyn në qendër, ku dëgjon, qendër atraksion. Çështja që ndron kur të kemi një përfundim të saktë. Ku dëgjon çfarë bën? Për shembull, dosjen e Ilir Metës dhe çdo aktori tjetër politik. Po, më i dashur. Kur të kemi një rezultat na GKK-ja, të cilët të na vërtetoj ose mos ketë fuqi të vërtetojmë, atëherë e them vetëm nëse rezultatin. Unë nuk po flas kohën e Arben Krajës, të thash kemi 6 vjet dhe 3 vjet. Djem na the që edhe 9 vjet këta puthi halla në 2 faqe. Se dhe Ilir Meta nuk mund ta marrë 12 vjet në burg të presin sa ta gjejnë. Po me një vendim po flas, Andri, se nuk po flas me amendjen time. Tani me një vendim gjykate. Asnjë produkt nuk shikoj nga GKK-ja që të thotë mbi këtë çështje kam metuar këtë dhe ky është Ilir Meta nuk është i dënuar. Po jo, e kam fjalën në sekuestrim tani matet. A del zoti Dumani deri tani doli krenar që kemi sekuestruar kaq që me grupet kriminale. Në politik nuk kemi gjë sekuestrim. Këtë po them pra, apo reintegrohen ata që na kanë vjedhur në politik, apo i bëjnë katarsis, kjo është pyetja ime. Po ta shpjegoj që në asnjë moment në sytë e mi, kjo është pyetja e Marsit. Po. Jo mos dëshkimit, ato mund të shkojnë, po për shkak të mos faktimit që këta kanë vënë në mënyrë të paligjshme këtë lloj pasurie. Nuk dua ty në çështje hetimore se nuk është fusha ime, por di të them që çdo hetim ka fillim dhe përfundim. Kur të shkojnë në gjykat, nëse gjykata thotë që po Ilir Meta nuk ka asnjë pasuri dhe i japin të drejtë avokatëve të Ilir Metës, atëherë me rastin e Ilir Metës pak ka dështuar. Por kjo është të hedhësh fall mbi një ngjarje që nuk ka ndodhur. Kur të ketë një vendim gjykate, atëherë ndodhur. O shpirt, çfarë po thua? Por është në procedim zotëriare. Nuk do shtojnë këto, çfarë do shtojnë rrugës ta? Këta e kanë bërë, jesh në procedim, është në gjykim, do ka çështja. Është çështja në gjykim, ora. Prit pra do kalë, po prit më ndoro. Gjykimi, letrat i kanë aty. Nuk do dalin mas 6 vjetësh të bëjnë, prit se kemi gjetur një kasolle atje. E ke mor aty. Nuk thuhet gjë në dosje që kjo dhe të vetmet gjëra që janë sekuestruar. Si dosje që është dorëzuar në GKK është. Të vetmet dosje, të vetmet se janë 3 dosje. Prona të sekuestruara janë të Monikës. Pra mamaja që ju lirua, ndoshta shtëpia Monikës që nuk e dia do e lirojmë, edhe ndoshta është ajo e Lalzit dhe 2 tjera. Kaq, në këtë sens po them, nuk ka aty llogari bankare se këtu ka kaq milion euro ky zotëria. Po nuk ka, më po të them tani, çka ka këtu tani? Po nuk mund dalim në përfundim gjykata do vlerësoj hetimin e prokurorisë nëse ka vepër penale apo jo. Nuk mund dalim më mbrapa gjykata të shpiki se ka llogari bankar apo ashtu. GKK-ja ka për dhënë një vendim. Dhe unë nuk e di mbi premisa kanë jetuar te Ilir Meta këta, as me llogari bankare, as me vila, as me në përfundim të asajt rezultati, sepse dhe Ilir Meta tani nuk është një aktor politikan që ti ketë lënë gjitha gjërat rrugëve.
Edhe i ka përdorur mekanizmat e vet, instrumentat e vet për të mbrojtur. Çështja që ndron, a do ketë aftësi të ulumtojnë, se tani edhe në përbot, kur i kanë hyrë një çështje, ti ke një parim, që i kemi folur bashkë. Ti ke thënë që njëri do të trajtohet i fajshëm kur kemi vendim, dhe deri në momentin që kemi vendim nuk i bën akuzë askujt. Tani në këtë rast s'po bëj unë asnjëri. E kuptova, më nuk po them që po bën akuzë, mos kish kupto. Po them që është krijuar një perceptim dhe ti e çove edhe më përpara se Andri. Sa Andri tha që spaku do shkruan te vitin 0, ti thu jo, nuk fillon sot fajsia këtyre, fillon që vitin 90 dhe gjithë curia politike. Se perceptimi moral, se unë po për perceptimin normal po flas. Tani ideja është këtu që e para punës në opinionin tim, perceptimi krijohet me idenë që në vendet qeverisura mirë, të rish gjatë politikë është fitore, po ku ka standard të kontrolli. Për shembull, të rish gjatë ku dëgjon senator politikën amerikane është fitore se një vend me ato standarde dhe me ato kontroll dhe fakti që nuk ka ndonjë akuzë, se për shembull nëse ka akuza bien, e kalon në një sistem, siç është sistemi shqiptar, se Zoti Meta e kaloi një këtu do ta sjellë si debat Andrit, se Zoti Meta ka kaluar një fazë shtatë Andri që ka qenë gjykimi i gjykatën e lartë. Po perceptimi që u krijua nuk ishte reintegrimi i tij, e shtoi amplitudën që është i korruptuar. Madje ka qenë koston 2013 për Edi Ramën, se nëse u kujtohet 4 vjeçarin e parë, Edi Ramës i ra kauza e legitimitetit moral, se ti bëre 21 janarit e këtij zotërisë për 7% e famshëm, sot e ke në qeveri. Dhe nuk ndikoi vendimi i gjykatës lartë si reintegrimi i këtij. Po ta sjell si precedent, kupton? Pra, nuk është se Ilir Meta mas 2011-s i thanë gjitha Amino Hoxha se ti je i pafajshëm. Përkundrazi, edhe vetë procesi unë atë mua si i paligjshëm dhe madje në atë kohë vetë zotëria sot Ermal Beqiri ka qenë eksperti. Mas 21 janarit, sa mandate mori Ilir Meta? Mori 19 mandate? Po, në 2017. Po, ka marrë më shumë. 2013 kur bë me Ramën. Po, 2017 ka marrë shumë mandate. Ka marrë 22. Ka qenë periudha vetë më mirë politike. 2017, 19 mandate, jo 2013. Po. Kur ka qenë me Ramën? Jo, ka qenë më pak. Po i bit këtë qenë PD, jo se i bie 74. 67 ka marrë Edi Rama mandatën në 2013. Jo, si 67 në 2013. Nuk e klonte dot shumicën vetë Rama, po. Jo, fut koalicion ata bashkë. Po pra, po 60 mandate ka marrë Partia Socialiste. Dakord. Ilir Meta mund të ketë pasur në atë kohë diku te 12-13 deputet. Dhe shkoi më shumë se shkoi te gati 20 mandate në 2017, kur APD 45-46. Po i shohim lajmet për të saktësuar. Në 2017 pati të kurrje PD-ja. Dhe thuhet që ishte si pasojë për shkak se Ilir Meta me pozicionet e drejtorëve që kishte marrë LSI-ja dhe me pozicionet administrative që kishin funksionarët LSI-s, ndikoi si mekanizëm që të rriste numrin e votave. Po. Për shkak se kishte vazhduar në pushtet, pa PD-ja vinte nga 4 vite pa mundësi në punësimi njerëzish e tjerë, që janë gjatë që i kanë thënë tjerë. Si të vendet e zhvilluara të botës. Pra, ajo që disha cilën me Andrin, këtë dua diskutoj që, mund ta besojmë këtë gjë që thua ti kur kemi precedentin e 2011-s që nuk i shërbeu si pastrim Zotit Meta, pra mund të përsëritet kjo është pyetja ime. Më kupton? Jam i qartë në pyetjen që po të bëj, për të vazhduar diskutimin që po bënim. Jo, ideja, se ka kaluar një stat të tillë. Madje ishte 5-0, kujtohet si thoshte 5-0 Manita. Po, patjetër. Se 5 anëtarë të gjykatës lartë që votuan pa fajsinë e tij që gjithu përshtuan nga sistemi, në procesin e vetimit. Unë nuk besoj se nuk është problemi i politikës në Shqipëri, ndëshove që se nuk ishte problemi i politikës në Shqipëri që... Ka fjanë të perceptimi gjithmonë, I perceptimi, pra nuk është përgjegjësi e politikanëve të asnjë lloj vendi, vetëm në Shqipëri, se po ti ikësh edhe kudo, ik në Danimark, po ti pyesësh politikanët, të njëjtë perceptim kanë që në një farë formë, apo një tjetër, shumë apo pak që nuk është standardi si në Shqipëri, absolutisht, po dhe ata ndjen të vjedhur, ose të papërfaqësuar, fjala vjen. Shkosh në Itali, të gjitha bën me gish nga governo, pra nga qeveria. Pra të gjithë fajet, ose të gjithë dështimet dhe të gjithë mos funksionimet e sistemeve ndryshme, qoftë shëndetësore, arsimor, drejtësia, po çfarë do lloji tjetër, natyrisht çdo qytetar i çdo vendi i çdo vendi ja faturon dështimet, ja faturon qeverisë, sepse ata janë për të menaxhuar çdo gjë. Kështu që në këtë kontekst, unë nuk besoj se do ndryshonte perceptimi, përpos ai që është në Shqipëri që është politikanët janë korruptuar. Po kjo nuk ndryshon as në Itali. Por politika ose të gjithë sistemet e tjera nuk punojnë mbi perceptim.
Prandaj këta her pas here dhe kur dalin publik, qoftë në retorikat ndryshme, qoftë me video që bëjnë apo me këto kasetat që nxjerrin, duan të tregojnë që perceptimi është ndryshe nga ai sa kanë menduar. Po tjetë për të krijuar një perceptim publik ose kush është aktori më i mirë për të hedhë trut e gomarit në çështjet të PR-it apo të spineve. Rama është Rama. Atëre Rama them si sistem, no? Jo pra tjetër, atëre prit tani se kam një tjetër pikë pyetje. A është Rama më i miri? Po, shumë bukur. A është Rama që deri këto vite deri diku normal, se me ty e kam. Deri tani këto vite ka krijuar një perceptim se ky zotëria ka qenë i papërlyr çfarë solli Spaku? rrëzimit i perceptimit. Jo vetëm rrëzimin e perceptimit, por Ramën e ngriti mbi Lirmeta dhe Sali Berishën. Dhe më fal, ky është rreziku që kanë ose Rama sot. Po prit pra. Se pritshmëria publike është të shkojnë mena kryeministrit. Prit i dashur, sa e rrezikshme është kjo. Shumë. Meta dhe Berisha flisin se kush është perceptimi. Po të pyesësh qytetarët ose i kanë dëgjuar thonë, "Ore, të keqen e Metës që dilte 700.000 euro, ja ku e ke bosat e këtit të komanduar nga ky pushtet dhënësi, delegusi që thënë tenderin 2 milion euro ma bëj 4 apo 4 ma bëj 8 apo 10 ma bëj 22, nuk ka rëndësi." Pra, Spaku momentalisht perceptimi publik që ka qenë që Berisha ka qenë e keqja më e madhe këtij vendit, edhe në sondazhe, po s'ka qenë e tillë perceptimi, se nuk s'ka qenë për sondazhet gjitha që bëjnë kështu bëjnë. Tani se më çmend tani, unë po flas me sondazh, unë po flas me anë ime se m'pëlqen Berisha. Jo, nuk është puna se s'pëlqen Berisha. Meta ka qenë njeriu më i korruptuar në Shqipëri, me perceptim publik. Po prit për ta marrë të kam vllaz, s'ma kupton. Madje Meta cilësoi si njeriu më korruptues. Më korruptues dhe korruptuar dhe sistemi më kur qeverisja ku ka qenë Meta ka qenë sistemet më me fjalë mekanizmat e korrupsionit kanë qenë më të zhvilluar edhe zyrtarët e tij kanë qenë gjithë kleptoman. Tani kështu ka qenë perceptimi apo gaboj unë? Edhe e vërteta, deri diku. Vërtet më është më e vërtet. Ore, po flas për perceptimin tani, e mbylla me drejtsinë. Tani po flas për perceptimin, pyetë për perceptimin, për perceptimin. Meta zotëri, a ka qenë në çdo sondazh të marrim dhe tani të fundit më punë. Që më i urryeri, i vetmi që futi, që doli në ishte Basha dhe kam thënë dhe për Bashën, që perceptimi se Basha ka qenë jo i paaft. Ka qenë i paaft pastaj mos hyn punë. Por as shqiptarëve. Jo bravo pra. Po bravo pra. Meta ishte më i urryeri si imagjinoj si figurë e korruptuar, kurse Basha fitoi dhe antipatinë e demokratëve për shkak të ngjarjeve që ndodhen në janar, në PD, që për përçarjen e PD se dreqë shetan, arriti te kalonte Meta. Besprerja e famshme. Besprerja e famshme. Tani ky është perceptimi që shkruan publik. Por në fakt, në realitet, për ata që nuk e njohin realitetin, nuk është kjo. Dhe ne e dim shumë mirë. Ama, çka ka bërë Spaku tani? Që Basha në zgjedhjet e fundit, që kandidonte me partinë Euroatlantike, ishte më i urryeri, vazhdonte të ishte. E nxirnin mediat. Ai ishte 88% ishte skandalozisht personazhi më i papëlqyer politik. Po më thuaj një të Bashës që është në burg. Po këtë s'ka të bëjë me Spakun kjo. Prit pra, mi sekond, po ky po pyet për perceptimin tani, e mbylla Spakun. Po nga që po mësua. O zemra ime, edhe një herë tani. Po perceptimi nuk ta krijon Spaku, Anëri. Si sta krijon? Prit pra, ja për ndalo, prit se prandaj po them. Po pyet edhe mësua prit. Po prit, mi pra, mora përgjigje ndalo tani. Që ta bëj logjike atë që duhet them. Spaku bëhet autoritet legjitimimi. Po pra, bravo pra, legjitimimi. Po prit pra, shif tani. Basha më e urryeri, e zen. A nuk do të ishte Rama më i urryeri kur Spak nuk e ka lënë zyrtar pa e fut në burg? Në perceptim, me faktime që ka bërë Spaku, po njerëzit sot nga që nuk ka faktuar, nuk ka legjitimuar pretendimet e veta, sot mendojnë se Rama ose Erjoni apo Belindës, po do të ta lejë patjetër më se. Po i bëhet pa drejtësi, po krijon konfuzion. Dhe ngelemi prap, rrotullohemi në vend, xhiron goma bosh. Tani problemi pra, po them që deri tani nuk krijohet as perceptim, as faktimi i perceptimit, pra legjitimitet i vjedhjes, që zbulohen hajdutët kush janë dhe më e tragjike është që pas sondazheve dhe pas gjithë represionit që ka krijuar Spaku, në 83 mandate ka Rama. Ta marrë po, vazhdoni. Marsit, po them vetëm diçka. Po, limin para spesh. Spaku në asnjë moment nuk krijon një perceptim moral për politikën.
Pra çfarë ndodh? Vetë Edi Rama është treguar se ne duhet të shohim mekanizmin. Vërtet SPAK-u ka goditur tek Edi Rama, po Edi Rama është aq lojtar sa atë që e ka s'mund t'ja mohojmë, që ka krijuar një mekanizëm të tillë që për t'u thënë shqiptarëve, më keni mua dhe keni ata dy. Por Edi Rama për ata dy që nuk kuptonte Ilir Metën edhe Sali Berishën, gjatë gjithë kohës i atakonte si e keqja më e madhe këtij vendit. Ndërkohë, në momentin që SPAK-u ka vepruar, ne nuk mund të përjashtojmë faktin që Zoti Berisha u shpall non grata dhe Edi Rama kishte një narrativ akoma më të fortë ku thoshte ai është anti-amerikan, është i parti anti-amerikane, neve nuk na duhet, ka ndonjë problem teknik. Jo. Neve nuk na duhet, neve nuk na shërben, Shqipëria nuk mund të shkoj. Dhe këtu fut edhe faktin që Partia Demokratike u çan në dy pjesë. Edhe opozita vetë u çan në disa pjesë, se Partia Demokratike u ça dhe pati disa largime. Çfarja PD-s nuk i intereson askujt, përveç demokratëve. Çfarja e PD-s, Anri, si nuk i intereson askujt përveç demokratëve. Po s'të intereson ty, po jo njerëzve, po mirë mos po përveç demokratëve po them. Po jo morani se partitë interesojnë Shqipërisë, janë dy parti tradicionale. Kush socialistëve i duhet ka dhe elektorat gri, më çfarë lidhje ka socialistët? Po elektorati gri është 50.000, 60.000 tani. Jo, nuk është e tillë. Po nuk është e tillë tani. Po mirë më Ani, sipas ty, okay, ta lëm një parti shtet se intereson vetëm një. Po them çfarë është perceptimi, janë dy parti tradicionale. Por çfarë duan socialistët se ndodhi ajo për çfarë? Po ç'lidhje ka se Edi Rama nuk fiton me socialistët vetëm? Se tani, po grupet kriminale ku janë, apo i kemi në i ka Partia Demokratike në kontrol. Po mirë më se di, po ke thënë pjesa e perceptimit në lidhje me Po jam këtë po të them ora në këtë marrësi. Perceptimi është kjo, kur ti ke Berishën përballë dhe e atakon të gjithë narrativin. Perceptimi që përgat. O, Marsit. Perceptimi është akoma më tej, se unë nuk po çfarë thon analizat, kush e dha vulën, kush nuk më intereson kjo gjë. Po të them pjesën tjetër. Perceptimi, po nuk e krijon SPAK-u këtë gjë, s'ka pu SPAK-u. Si se krijon SPAK-u? Këtë e krijon politika. SPAK-u është autoriteti që legjitimon, më nëse them ti ai dut dhe ty të hapet një akuzë nga SPAK-u, unë dal autoritet. Po nëse unë SPAK-u, një sekond, SPAK-u po jeton në dy fronte. Por pse ndalohet sot në disa media çështja që të flitet kundër Ballukut? Për çfarë bëhet? Kush e ndalon? SPAK-u e ndalon? Jo, se ndalon SPAK-u. Po kush e ndalon? Frenohet perceptimi. Po kush? Vetë më dha. Po kush më vet? Kush? Ka emër aty. Vetë se vjen nga qielli. Na qielli pastaj. Po të doli pra, ai ishte me Zotin Ulaj që dolin, pse nuk përmendet në aty që ndonjë. Sa e bëm emision se s'do t'i kthejmë 500 termë vllatë. Po ka agjendat e tyre, po nga kush dikohet. Perceptimi është i rrezikshëm se legjitimon. Po thoni të dytë njëjtën gjë. Ky tha vetë e bën, ky thot vetë e bëjnë ata që kanë interes ta bëjnë. Kanë interes politik, por nuk janë vetëm interesa ekonomik, mediatik, politik. Ka dhe kundër reagimi është SPAK-u. Të ndalohet, thot, ç'a të bën SPAK-u? Fakton korrupsionit, fakton vjedhje dhe dil gjithë ditën ti pastaj ma bën me të futur. Dhe për ligj perceptimin. Për ligj, po çfarë ndaloj perceptimin, që edhe po ndodhi që autoriteti të bëj akuzën, mos ketë perceptim krijuar për mua që të habitet njerëzit, ose si ka mundësi. Ore sot, nëse japet një akuzë, po të marrë rast më fal më se janë në njëjtin mendje. Po përshtypje sapo të japet Flamurnokës? Jo, se për Flamurin ka një perceptim të krijuar, që me fjalë ajo puna banesave të tjerë. Ma kupton? Po kanë logjikën. E them si strategjik. Si strategji më po në një mendje jemi. Po të po them dhe unë, po zjeni kote po flisit jetën gjë. Dhe po të them që përveç faktit që ky thotë për ligj puna SPAK-ut, procesin e perceptimit, po. Tu dajmë edhe unë me atë. Unë mendoj që kurse ai thotë SPAK-u s'ka punë me këtë pjesë. S'ka fare punë. Nuk po flasim në esencën e drejtësisë, na kuptosh. Unë po flas si krijohet perceptimi i realitetit. Po SPAK-u nuk ka një televizion që po del aty dhe po pasqyron. Po se bën vetëm televizioni, po pse s'ka televizioni që dhe bëjnë aktorët. Unë po them që SPAK-u dha merret me media dhe i thotë dëgjoj, do ma nxjerrësh të korruptuar. SPAK-u dha si puna e Amerikës sot, apo ta marr thjesht duar fare. Që në një moment për shembull që dikujt i konvergon politika Donald Trumpi dhe bën Trumpistin, kur si konvergon s'bën. Po kjo do të thotë që Trumpi vjen në Shqipëri me segmentet e tij dhe ngre njerëz se ore, dilni ju mbështetjen time se mduheni. Edhe SPAK-u i ta gjë është. Çfarë po them unë? Pse po them që ka një strategji perceptimi, që kur dikujt ose kur dikush dihet rrezikuar,
përgatit terrenin që ky perceptim, ose mos krijohet ose të ketë diku Po pse ndrapish. po them që ka bërë Rama Se Marsin? u bën 500 emisione. ngatrohemi, Më po fal, u bën ngatrohemi. 500 emisione. Kush ishte akuza që i bën zotit Veljemi? Kjo ishte që me ky po Po, mundohet po, të krijojë po, perceptim po. që të shkatërrojë autoritetin që legjitimon Po sulmon akuzat. Spakun, po bravo. Se kjo ka qenë debate, ma kupton? Dakord, mor, po Dhe kjo armët në luftë janë të ligjshme, që të ma kuptosh, unë jam me teorinë e forcës. Por edhe unë po tem avokat e një dhe ekspoziti unë caktuar. thjesht po edhe unë do të shpjegoja. bëjmë edhe me media, po ta them trosh. Po më do të them duhet të investojmë edhe këtu, sepse perceptimi është shumë i rrezikshëm. E di pse? Se kur një prokuror vlla mendon që publiku është më atë, merr më revansh në akuzën dhe bie parimi i objektivitetit, sepse në gjykim ka i parim. Unë këtu po flas edhe nga premisa avokate. Që do thotë që kur ti ke ndërmerr një proces, nuk është dështim edhe nëse mbyllet procesi më, që ti bindesh se s'ka bërë faj, sepse kodi i procedurës penale thotë që ti do ta bësh hetimin, jo me idenë që vepra penale ekziston, unë do ta faktoj patjetër, por edhe me idenë që ore dalë se s'mund të ketë vepër penale. Çfarë ndodh kur krijohet një perceptim që ky është i fajshëm, është ai dut. Do që ai ti do Edhe presion, ka presion dhe gjykata, unë mor, dali që pa ta- fajshë, po. do të thotë unë dali pa afmë, nëse sa i ta faktoj. mikrofon. Gjithë e kanë krijuar bindjen, gjithë e dinë që ky është hajdut, unë e kam në rrjet, se faktokan dot. Prandaj është i rrezikshëm problemi i perceptimit. Se nuk ka njëri vëlla që nuk ndikohet kur krijohet një perceptim. Është ashtu si të thon 10 veta që ti takon që Marsit Gubi Mandri balën vjedhin në antena televizion. Po. Kur ta thon 10 veta ti nuk e ke njësoj idenë kur fillon të tosh për ne, si ta thotë njëri. Ma kupton logjikën. po të kuptoj më Sa po shumë njeriu është i dakord jam. ndikueshëm, more, ne Por jemi po themi se bën fushatë, Spaku është investuar media për të ndryshuar po se ne po përdorim themi që agjendat e caktuara këtu Bravo. shim. Kjo është. Po të thoja Marsit. ai shërben puna e Spakut, produkti i Spakut të ndryshojë perceptimin publik, unë mendoj se po. Pra puna e Spakut, produkti i Spakut duhet ndryshonte mendimin e opinionit publik dhe perceptimin. Në fakt i ka shërbyer më shumë atyre që shqiptarët i kanë larguar me votë. Pra nëse shqiptarët nuk e kanë votuar Berishën, se kanë votuar se kanë dashur më burr. Nëse se kanë votuar Ilir Metën, nuk e kanë votuar se kanë dashur. Po kjo s'ka të bëjë fare me Spakun. Spaku nuk është raport se këtu pastaj kanë Republikë Prokurorësh. Nëse po themi që Spaku është organ politik vëlla. As institucion politik që na dolin fushat tani. Kë do maj dhe kë do heqë Spaku të na qeverisi vendin. Ne po themi që Spaku duke faktuar provat që ka dhe duke faktuar fajsin e subjekteve që ka që janë zyrtarët e lartë, tregon se perceptimi jonë gjithë të vite, qoftë i shqiptarëve që nuk gabon asnjëherë, po dhe në media që kena bo llapa qenin gjithë të vite, se këta kanë qenë hajdut, si, unë s'mu të them do të më burë, që, ore, më falë, sa herë është bërë kronik për vilën në Lagës të Metës? Mund të jetë bërë shumë mirë. Sa herë ke parë media gazetar që sulmojnë Metën të Vila në Lagës? Të lutem të them diçka. Gazetarët, unë mendoj një njeri që del në opinionin publik, për asnjë aktor politik nuk mund t'i thot hajdut. Po. Sepse nuk ka një vendim gjykate që ta certifikoj me atë. Po mund thonë që është, ja, dyshoj që është i korruptuar. Dyshon, po, një perceptim moral. Por nëse ti estetik fjalë është, në thelb edhe ai prapë mendon që është i hajdut. Po të flasim realisht. Fakti që ti është etike, kjo është etike, nuk është perceptim. Çfarë dyshimi kanë, falsem, dole, jo më ta bëjmë bisedë. Çfarë dyshimi kanë nëse unë dhe Andri bëjmë për ditë emisione dhe themi ne dyshojmë që Ilir Meta është i korruptuar. Ne dyshojmë që nuk krijojmë perceptim dhe çfarë dyshimi kemi ne nga dikush që thotë është hajdut. Një gjë po bëjmë. Thjesht shtegu është ndryshe. Ma kuptoni logjikën? Ma kuptoj tamam. Thelbi është urdha ose flet, prit, ose flet dhe thua po jam. Marsi, po nuk e, do me thënë, çdo gazetar duhet bëj analizë, nuk duhet nxjerrë, s'ka rëndësi. Ore si njeriu më burr. Ore o Marsit, tentoj ta vrasi e vrau. Ore kur dikush lyp rrugë, me atë që hap një GoFundMe nuk është se ka ndryshim, është thjesht teknika e ndryshme si e kërkon. Po teknika, po çështje etike o Marsit. Dikush ditë ta thotë mirë. Ama thelbi është që të dy para kërkojnë. Ma kupton edhe te ky rast. Se dikush thotë dyshoj, se dikush thotë është hajdut, që të dy mundon të ti je vetë avokat. Kur ti del në gjyq dhe është dyshoj me faktoj, janë dy. Ama unë kuptoj që aty ka një akuzë. Po nuk ka rëndësi, mor, ti tani ti do mendosh, mor, se njeriu do mendoj në jetë. Por dhe mënyra. A ta bëj një pyetje? Po. Të kam vëlla. Kush është tema më e diskutuar sot për Belinda Ballukun? Që ka abuzuar me detyrën. Jo, në sensin ku është shkile bazistë. Jo vetëm shkile bazistë, jo, është favorizim. Më fal. A nuk është diskutuar për 300 apartamentet Belinda Ballukut? Po, se kam diskutuar asnjëherë, ato e kanë hedhur. Po mirë mo Anri tani, o Anri. Nuk fillon nga ne dhe perceptimi publik fillon e mbaron te ne. Po ne mbajmë përgjegjësi për atë që themi ne, mor. Zotri,
Kur analizon kontekstin thotë ai mirë gjithë ato tani unë po flas në makro, nuk po flas në makro po, kam përdorur këtë gjë, po më. Thon njerëzit sot në çdo vend ku dalin pjesë e përdor. Prit pra. Për ligjin korrupsionit. Bravo pra. 300 apartamente, i 2 jate, 4 aviona. I tha Berisha këtu. Po prit pra. Po dhe përdoret në media gjërësisht. Përdoret në opinion gjërësisht. Perceptimi publik është krijuar, ka marrë Fera uratën kur i thon që zonja në fjalë nga aferat që ka bërë 300 apartamente. Tani të them diçka unë ty. Okej, i ka sipas perceptimit publik 300 apartamente. Zonja sot ose kushdo tjetër pretendon se kjo s'ka asnjë apartament. Sidomos nga këto që flitet. Po. Dhe nëse i ka, zonja si që ishte edhe me foton që i thamë për apartamentin që ishte palat kongreseve. Po, pra. Po, shumë dakord. Zonja kërkon, ndoshta apartamentet e veta që se di që i ka. Po. Pra, unë tisha politikan, më thosha e zem, për 300 apartamente. Ore, dakord, i kam, po, mi tregoni ku janë ti marë. Më kupton. Kjo teza e 300 apartamente ka ngjitë më shumë se sa zonja është e korruptuar. Si që ngjitën vibratorët e Benit, si që ngjitën veshmbathjet e Erionit. Më kupto në rregullin? Kuptohet më Po shumë. kjo është e spakut, apo është e politikës. Kjo pak rëndësi ka. Nuk ka rëndësi se kush është, kush e ka bërë, kush e ka tentuar të ndërtoj perceptimin, dhe kush ka pas qëllim për të inkriminuar me perceptim subjektin e tij. Unë po them, ose kush ka interes, unë po them që në fund të ditës, kur të vi puna, në ditë të fundit të gjyqit, në gjykat të apelit, GKK-ja apelit, do vendosi kjo zonja i ka 300 apartamente, nuk guxon gjykata të thotë që ka 300 apartamente se du unë, se nuk i ka. I ke pyete, meri, gjë më zakonshme që mund të bësh është ti kesh pjesë subjektin, ora më fal. Ç'është janë këto 300 apartamente? Se ka pyetur kush? S'do të di njeri këtu në Shqipëri. Prandaj këtu perceptimi është i rrezikshëm. Prandaj këtu puna, po prit më brenda tani të lutem. Nuk po them që s'ka vjetër, më mund të ketë vjetër, Po them gjë për të vjeturën e saj se nuk. Unë po them tjetër gjë, mbadhet vesh mbadhet. Sepse ti thua që gajeri mund të jetë edhe perceptime ka stilet gabuara, me ide që për dënojnë të vetë narrativën e spakut. po pra. Sa i thot kur ti bën një pjesë ekstreme, ndikohet edhe ky titit me pjesë, si puna e kohës kur ishte lufta e ftohtë. Nëse vlla sistemi komunist fillonte eksperimente njerëzore me kriju njeriu në ri, detyrohet edhe Amerika të bëjë këto dëshkirë drejtave njeriut, sepse duhet të jetë në njëjtin standard me ata. Dhe ideja ashtu që ky po thot mos ka qenë e gabuar kjo ide e spakut për të krijuar perceptimin e dëshkimit, duke hedhur gjithë gjërat në media. Kjo është tema e madhe. Atë çandon, do që ai që çohet në cep, me ide që mos i merret fryma kërcen aq fort, sa krijon perceptime të tjera që eminon jo vetëm spakun, po nuk krijon më një ide të vërtetës në debatin publik. Kjo është. Po jemi në fund të ditës do të përballesh me faktet. Nëse ti nuk vërteton dot që Erion Velia ka 800.000 euro veshmbathje për veten dhe për bashorten. Dhe që ka brek 5.000 lekë, si do. Po mund të ketë 200, po ka mundësi ti bleme ose nuk i pyet njëri. Po e marr në ekstremin tjetër. Ore nuk do t'ja di njëri, nuk këtu nuk flitet për a ka mundësi ti blej apo jo. Erion Velia e ka rrogën e zëm 3 milion lekë, i ble breket si doj. Shka rëndësi kjo tani? I ka blerë në kohën kur ka qenë të mjafti, e ka pas rrogën 20 milion. Tani, ti du të vërtetosh që këto veshmbathjet janë produkti i vepre penale, jo se ka mbathjet shtrenjta. I do trapi, kuj do të mbaj mbathjet shtrenjta. Ti i vesh atletet 300 euro, unë i vesh 50 euro. Unë vesh këmishën 600 euro, ti e vesh këmishën 10 euro. Ç'pun ke ti? Po se se dhënë që për fakt penal. Se dhënë për fakt penal, këtë po them. Tani, a rrezikon sepse unë nuk besoj, më fal, edhe jam dakord që e ka bërë politika. Jam dakord, po pritet të kam vëlla, mëse mos më ndërpresë të kuptosh. Po them asgjë. Mendoj se do. Jam dakord që e ka bërë politika. Shumë bukur e ka bërë Berisha. Se Berisha ka qenë një deklaratë Belind Kolliçit, që ka thënë që mendohet. Berisha e mori që janë për 300 apartamentet e hudhi aty. Ore i kanë pa 300 apartamente, i kanë edhe këtë. Nëse s'pak kjo gjëja i ka shijuar për të dalë këta autoriteti suprem që janë heronjt e luftës ndaj korrupsionit, i ka shijuar narrativa e Berishës, i ka shijuar narrativa e Aslanit që ka dalë në media që ka thënë që ajo ka veshmbathje 800.000 euro, se dole në ditën e parë ato. I ka shijuar narrativa se Arben Ahmeta e ka vibrator, nëse del spaku, se me pas vibrator nuk është vepër penale, se e bëm vibratorin se ku është armë. Nëse spaku dështon në fund duke shijuar narrative e këtyre të poshtërve për të krijuar perceptimin publik, dështon të faktoj që këto janë të vërteta,
a ka dështuar SPAK-u? Sepse unë besoj, kur thuhet 300 apartamente, pse s'dolën ta, nuk po jetojmë gjatë 300 apartamente, nuk kanë dosje 300 apartamente, nuk kanë dosje... Sepse ata nuk kanë asnjë detyrë... Pse shijoj 800.000 euro veshmbathje? O, Anëri, i përcakton ligji që këta duhet kthejnë përgjigjese. Jo. Për sa kohë nuk i përcakton ligji. Bravo, po nuk këta nuk kanë për detyrë të kthejnë askujt. Madje, a do dështojnë nesër për veshmbathjet, se veshmbathjet i kanë dosje. Më lejo. Po kanë dosje pra i kishin nxjerrë. Po më lejo. Më fal, do të marr të dhënat. Ore, mbase pa ta them sa i ka drejt. Belin Këlliçi, nga ditë që s'po ndihmon Belinda Ballukun duke ngrit standardin që ka 300 apartamente, i sekond. Se po e bëj pak më jashtë lojën. Edhe ç'a bën që ta çmontoj fare SPAK-un, sepse ata kanë hanë procesit të zotit Berisha dhe e kanë si autoritet që duhet të destruktohet. Ç'a bëjnë? Bëjnë siguri, bëjnë oponencë Ballukut, duke ngrit faktin shumë lart, që ne kemi dini që ka edhe 300 apartamente dhe jeni kaq të paaftësa si gjeni dot, ndërkohë që ideja është që të luftojmë që të shkatrojt ideja e perceptimit. Mi po, sa i ka drejt, kush është ai që hapi lojën e këtij perceptimi? Sepse kemi thënë ndjen emision e thamë, që SPAK-u mundohet që të avancoj kulturalisht shoqërinë shqiptare me idenë e fenomenit ndëshkimit. Nuk e emancipon dot SPAK-u shoqërinë shqiptare me fenomenin e ndëshkimit. Nuk ndodh kjo gjë. Po ta shpjegoj dhe unë pse nuk ndodh. Një sekond. Dakor, se ti ma thua, po ta them dhe unë. Po dalem ore dom, lesta ta përfundoj ditën se ku e kam. Ideja është që 6 minuta kam fol. Kur bëhet Zemra do të marrë 20 minuta janë të do ikë se janë publicitet pastaj po. Konkurenca e perceptimit këtu është e shkatron esencën e vërtetës. Kaq vazhdo tash. Të dëgjojmë shumë respekt. Proceset e mundësive, marrësi dy janë elementët më të vështirë që kalohet si proces. Mundësia 1 dhe gjua. Këto dy janë të pamundur që të kalojnë me hapa dhe kjo është diviza ime që pse SPAK-u nuk e emancipon dot shoqërinë. Dhe shoqëria emancipohet vetëm nga institucionet forta. Nuk emancipohet shoqëria mbi perceptime morale. Jam shumë dakord mbi atë se çfarë the se si ka të politik mund të bashkëpunojnë sepse ka një armik të përbashkët që ju cënon pushtetin. Këtu lidhet me diabolizmin politik. Në kuptimin diabolizm politik bëhemi bashkë. Por Erion Veliaj, veshmbathjet janë në dosje. O Anëri, po them janë në dosje, nuk është perceptimi i Berishës, është i SPAK-ut. O Anëri, mos më se aty i pyet Olci Dado, mos më pyet mua se unë ç'të them. Unë kam qenë Ore në sensin Pse do pyes njerëzit, unë po them kam letrat aty që tapet. Po ke letrat aty dhe aty do ta vërtetoj gjykkoja pastaj. Edhe vet Velia ka gjithë të drejtë, ore ka dhe Velia gjithë të drejtë ta marri ta hedhi në gjyq, se kështu funksionon. Jo, pse do hedhin në gjyq, më nuk është kjo thelbi. Po mund ta hedhi më dhe në gjyq. Po hedhët, po çfarë për shpifje? Po dhe për shpifje, ka dëmtuar imazhin. Po prokurori çështjes për shpifje. Si, po nëse më dëmton imazhin ti mua. Po jo, ai është, po nuk e hedh dot për shpifje. Si, po nëse o anë unë mendoj, ai ka dhënë dyshimit të akuzës si do të hedh për shpifje. Dakor. Ai nëse del fet masi ti me vendimin e pafajësisë, ai thotë që ky doli pa fashë, po i kishte ato të veshbathura. Çfarë provon që është bërë qëllimshme është mohabet tjetër. Po prapë është të lutem. Ai ka një lloj procesi dhe prokurori ka ngritur një dosje që në fund do ta vendosi GKK-ja, a e ka bërë sakt apo jo. Çfarë po ndodh me Veliaj, mund të jetë dhe dëm kolateral dhe mund të jetë dhe një dëm i cili mund ta meritoj. Po. Pra, në këtë kosto, tani mos më analizoni dhe mos e ngrini pretezin që nëse këta bën gabim. Edhe po bën gabim, këta është faji këtyre Berishës, Metës së Ramës. Pa ta e krijuan, se krijuva unë. Okej. Kanë ta që krijuan. Ore, nëse kërkon një përgjegjës të faj, gjithmonë krijohet ai që e nisi, nuk e nisa unë. Tani, thelbi që ndron këto. Nëse ti harron çes mundesur këtu dhe përmbytet studio, kanë faj unë që të kam marrë në punë, që ti je pa hap, pse bastardon më bërë tani, po s'është asnjë relativizim tani pse tani do të bëjmë diskutim se për zotin Berisha i ka kriju ndërkombëtarët. Tani kanë faj ndërkombëtarët. Anëri, këta janë njerëzit që po ankohen. Se djetë dhe Berisha e ka votuar dhe gjithë tjerë dënë presion, a nuk e kanë dashur. O, Anëri, unë ta them edhe sot dhe nuk i mohoj fjalët e mia, unë nuk jam njeri që bëshej. Unë kam thënë, Amerikanët të lutem, jo më nuk të kam thënë asnjë ndryshe. A, djetë i morën telefon i thënë do i votosh me një këmbë. Në reformën drejtësie, apo kështu. O, Anëri, po më të sobzove mendimin i bie që me qëllim do të deformosh opinionin. Mirë, më fal. Të lutem, unë të respektoj. Unë s'e them po të respektoj. Po tani
ti më thua thek shu, tani unë s'ta kam bërë kur ty në diskutim që thek shu Po pashto. ma bëjmë ose ka problem. Por nuk e bëj, nuk është ky Po ma bëjmë ose diskursim. unë nuk ndryshoj. Por nuk... Nuk e ndryshoj më mendimin, o vëlla. nuk ka nevojë. Koherenca ku O, është. Andrej. Koherenca po në kohë, patjetër. Po unë e kam thënë gjithmonë të njëjtën gjë kam thënë si ty. Që këta e kanë votuar me ikëm, ka ikë me pranga në duar e i tjetërit votonte pro reformës drejtësia burtani. Këta janë, kush janë aktorët që Qa po ka këtu? ankohen? Kemi mesazhin e Donald Lu, që Donald Lu ndoshta ajo mesazh telefon që thuhet. Anëri, Po po pra, ankohet, nuk po ankohet as Ermali, as në një ambasador, as Marsidi, as ti, as ti. Po ankohen aktorët politik. Po. Aktorët politik duhet mbajnë Nuk ka pa me përgjegjësi. pjesën që thej që e kanë fajin këta aktorë politikë që e kanë Po, fajin, votuar. këta e kanë- Ata e votuan pa dashe. Më pa dëshirë. Tani për- Atër s'kan faj. Në kushtet të detyrimit. Pra është një sej sikur, Në qoftë se o po Anëri, edhe në Anëri, ata kanë qenë të në lutem, fushën tënde Anëri, njihet të kur ti lutem. bën kushtet Ata nuk kanë presioni, qenë i Anëri. vepër caktuar i Ata detyruar. kanë rrau gjoksin që e kanë krijuar spakun. Po pra. Nuk kanë rrau gjoksin që na Ata më detyruan. trajnë gjë se çfarë duan, ne po Po themi mirë, çfarë më unë perceptimi ata kemi ne. analizoj tani, më thua analizo ata, po më thua shmua, vlla jam mirë, them të bëhet, të vazhdojët të institucionalizohet ligji, të ketë institucione të forta, po më pyet e mua, po më pyet që të analizojmë ata. Ata këtë gjë kanë E bërë. di si the poshtë do të Dumanit gjitha këto, si rezonte, thoshte ne mbajmë përgjegjësi për punën që bëjmë jo për perceptimet që krijohen. Në mënyrën se si artikuloj E ka thënë më Marsit. E ka thënë, perceptimet mediatike dhe politike ngelen aty, unë merrem vetëm me ligjin. E ka thënë më Shumë bukur pra. Ç'ti them më shumë unë? Tani Jo, se shumë unë. duke sikur jam zëdhën si ti, se Jo, më shumë kam mirë, ngele po mund ta shumë, gjesh, ore. se tani Jo, ma për jo, zotin. Për debat po bëjmë për Se tani. po bëj se- Do ta bëjmë zëdhënësin e Dumanit. Jo, më nuk ka, po Për po zotin, e them bëjmë me me një, sekonda. po nuk ka. Problemi mos ta është thamë për si nuk nuk shërben zëdhënsi, nuk shërben zëdhënsi Dumanit nëse dështon produktin fund. Të Ore, e po të dështoj produktin, unë ta them, klasa e vjetër politike fiton Ore mbi Berisha reformën sot, a drejtësie. është integruar Në sytë e mi jo. politik? Unë përshirë zakonisht e debat vetëm. Në sytë e mi jo, Andre. Sepse zoti Berisha nuk ka përfituar asgjë në atë që si e konceptoj unë politikën. Dhe si e pra zotit Berisha i trokasin spaku, i ngrejnë përsëri A është akuza. faktor? Në këtë situatë, Po, politik. Po, Jo është një faktor drejtësi. politik, Po. është një faktor politik, Po. por që A quhet i reintegruar nga një mumje e Egjipti? po s'ka qenë mumje e Egjipti, pra zoti Berisha, se aty në politik ka qenë zoti Berisha, nuk i kundoj në ditë. Po mirë, po s'ka pas funksion në vendi marse tani o të t'imbeti perceptimit, o të t'imbeti me fakte. Se o ka qenë kryetar ai që ka qenë, o t'imbeti, prandaj po them, ku do të qëndrojmë, te perceptimi apo te faktet? Po ta them Se unë nuk mund të flas, kur do Ka të flasim qenë për fakte, parti- pastaj kalojmë perceptim, pastaj kur O, të kalojmë Andrej, po perceptim, them, ka kalojmë qenë te në fakte. politik. Zoti, ja ta bëjmë diferencë. Ka qenë zoti Bashka, ka qenë perceptim që Berisha ka qenë kryetar de facto. Si ndodhi ngjarja e vërtetoi që ky perceptim ishte i vërtet. Po mos fitonte, do i binte ky për ligje. Po. Këtë ses po thotë me proces të Po më spaku. po them aty ka qenë, i Shembull. thash zoti Berisha, nuk ka ikur në ditë nga politika. Pra, zoti Berisha qoftë në pamje të parë, në plan të parë, qoftë pas tyre perdeve, aty ka qenë, këtë po them. Po ka qenë kryetar de facto, kjo është ide Po, pra. po, Këtë po thotë ai. Perceptimi tani, doli që për- është i saktë sepse procesi e për ligji. Qofse Berisha do merret dot partinë, do tregonte që ky perceptim është krijuar si kurth që të krijojë kjo ide, ndërkohë që s'është kështu. Tani, Dhe unë të po spaku them, thotë ai një vlerë dhe një gjë. sot është një dikush aktor. dyshohet si ai dud dhe në fund nuk dënohet, Shumë dakord ngel kuadrin e perceptimit, po faktu, po dënu dhe që është fakt. Dije Kjo thash, është, domethënë, jo konkluzioni dije, i po diskutimit. kur diskutuam bashkë mbi premisën e fugës, që tha Po. bi ato. Dhe unë thash, qofse Ndarje, spaku tre ndarje. dështon, po, i bie që atëre pushteti i vjetër politik ka Fitoi fituar luftën, ka që luftën thjesht. me drejtësinë. Këtë po Në themi. Itali e po them. humbën luftën ata në Po, thënjishin. ma po themi dhe ne, ma Se ra demokracia kristiane, Po ra- jam, se s'po them në gjë tjetër. Jo, këtë po njësoj them. jemi edhe ne me ty, këtë po themi edhe ne, s'po themi Pra, gjë. në fund do duket Po, rezultati. pra, rezultati përcakton perceptimin, se ti këtu, me këtu te Po, ne fundi, Ne të tre drejt vërtetë shkojmë, thjesht rrugët që ndjekin me atë jenë të ndryshme. ndryshme, po, edhe kjo e bën më të larmishme emision. Bisedën, po. Ha, do na thosh një gjë tjetër, çfarë keni Po, gjë s'ka, tjetër? no, po fundoj se thonë janë për E di që keni angazhime. jo, janë për leksion që do shpjegoj se po disha si student Sermali do rria. Po thriteni pse se në Ermali? Nuk kam përdorzuar detyra. Leksion tapur dhe thres, mo. Pse se kthehet për leksion tapur se? Po të dyve, jo vetëm atë. E kam sinqerisht pa shaka, se kam që bëj leksione tabla me kënaqësi. Ideja është për atë që unë mendoj që sot dhe nuk lëshoj pe tek
që ta mbyllim, te mendimi im është se sot shqiptarëve edhe njerë ju la në dorë perceptimi, atë që e kishin. Ajo që pritën shqiptarët, paktën nga perspektiva ime, ishte që drejtësia do përligjte gjithë ato që mendimet që ata kanë. Gjithë pikpyetjet që kanë sot shqiptarët në kokë, që në fund nuk hiqet ajo pikpyetja nuk hiqet ai harku që të ngeli pikë, ose kanë të bëjnë kryesisht me produktin e SPAK-ut. Pra, SPAK-u nuk ka dështuar të vërtetoj nëse filan apo fistek subjekt ka qenë i fajshëm për ishte një anarin, gërdecin, apo ku digjo unë çfarë, ky tjetri për Floririn, apo për parate e korrupsionit që janë marrë qoftë në 700.000 euroshi e kështu me radhë, dhe as për goditjet që po bën SPAK sot në oborrin e Edi Ramës. Pra, në fund, me perceptimin publik, prap do ngeli prap pikpyetje. Pika nuk është vënë akoma, dhe unë, në bazë të asaj që shoft produkti që kanë nxjerrë SPAK-u deri tani, dhe të gjithë mënyrën se hetimit që ka bërë, dhe të gjithë aty mekanizmave ku ka dështuar, ndoshta jo për shkak të fajts të tij, por kushtet pas kanë qenë që këto të dështojnë, po tani me perceptim dhe me duke qenë skeptik, më lindë drejta të besoj mos ka qenë e gjitha kjo një lloj, si thuash, skeme që këta të goditen, aq sa duan këta, dhe të dalin deri në fund, pastaj të dalin më të pastër se sa ishin para se t'i vinte SPAK-u, sepse po të ngrejmë pikpyetje kështu pafundësisht, i bëjmë sa duam. Nuk po flas për ata që ranë brenda, Ermal, po flas për këta që janë në krye. Jo, po nga që nënqeshe pa. Jo, nuk qesha, kisha. Se unë të kuptoj edhe nga po s'kisha, mirë, anë unë të kuptoj atë se kisha me ty unë. Fundoj se edhe. Unë, po pra jo kjo është përfundimi, që përfundimi besoj unë ngelim prap jemi në cilësitë e pikpyetjeve që kanë kokë shqiptarët, nëse politikanët tonë na kanë vjedhur apo s'na kanë vjedhur. Unë s'besoj se kjo do ndryshojë. Por kemi dështuar për të ngritur mekanizmat që të faktohet vjedhja deri tani të paktën. Presim se këto 3 vitet e hatashme që na presin në vazhdim do bëjnë këtë rokadën e madhe të mendimit, këtë që nuk bën këta dot në 2/3 e kohës që u dha për ta formzuar perceptimin që kanë shqiptarët se janë të vjedhur dhe nuk janë të keqeverisur. Përveç se 83 mandate, nëse kalojnë zgjedhjet prap mbas gjithë këtyre goditjeve, ndoshta Rama na shkon 93 mandate, mund të formojë edhe qeveri me Berishën, mund ta vijë edhe qeveri tranzitore me Ilir Metën kryeministër, nëse SPAK apo GKK më saktë i jep mundësinë të dalë nga burgu. Kështu që rreziku i një drejtësie bërkeq është rreziku i drejtësie e cila po pastron apo po bën katarsisin e disa nga figurat më sipas perceptimit dhe jo sipas fakteve më të korruptuara në Shqipëri. Ju faleminderit miq, faleminderit që ishit me ne, ju na bëni subscribe, like dhe na sugjeroni te miqtë tuaj. Ne do kthehemi sërish prapë me tema tjera të emisionit, me miq dhe me të ftuar për diskutuar ndoshta jo vetëm aktualitetin, po edhe disa tema që thelbësisht apo në mënyrë kështu indirekte ju prekin përditshmërinë tuaj dhe janë një pjesë e rëndësishme e punës përditshme, sepse nuk duam ta trajtojmë televizionin vetëm si televizion mbi perspektiva politike, edhe pse perspektiva politike dhe sociale ndërtojnë gjithë perspektivat e tjera. Do donim një sugjerim nga ju për tema të ndryshme, absolutisht që ju shqetësojnë. Ju faleminderit, me miqtë e mi, Zoti Ngupi dhe Ermal Peçi. Malo, do thosh një fjalë të fundit? Jo, vetëm regjistroni, bëni subscribe kanalin tonë dhe shpërndani në diasporë. Mirupafshim. Çoni kusej be